Nëse do të thosha që një pjesë e luftës në Iran është shkak i gjendjes në Kosovë, ju do ta besonit? Dëgjoni se çfarë është zbuluar. Është zbuluar nga shërbime sekrete izraeliane dhe amerikane që Serbia ka kohë që po bën marrëveshje me disa vende të tjera. Për shembull, ka bërë marrëveshje me Iranin, me Rusinë dhe disa vende të tjera, sepse kërkon që të rimarr Kosovën. Të paktën këto janë, me fjalë, jo fjalë për fjalë kështu, por është zbuluar që diçka po përgatit Serbia. Pra, duke filluar nga këtu, Amerika vendosi që të t'jap fund këtij thashë themi. Dhe ishte ky shkaku i parë, pra një nga shkaqet e tjera që e filloi luftën pra menjëherë në Iran, që në muajin janar. Dhe pse u bë kjo? Sepse pikërisht në muajin janar, dëgjoni këto koincidenca që janë, pikërisht në muajin janar, Irani i shiti Serbisë 25.000 drone luftarak. Bile i dha dhe të ardhurat financiare për ta ndihmuar që të ndërtoj, të paktën kështu thuhet, të ndërtoj një fabrik për drone. Dhe çuditërisht dëgjoni me kujdes, pikërisht këto ditë Vučić po e bën publicitet që fabrika e parë e droneve, pra e droneve kamikaz, është e gatshme, me fjalë duke filluar nga muaji prill, që të shes. Pra, si është e mundur? Atëre do të thotë që diçka kishte këtu që Trump e dinte. Bile, do t'ju them, Trump kur u bë mbledhja e paqes, pra atë të bordit të paqes, ai kërkoi me ngulm Kosovën, kërkoi me ngulm Vjosën dhe kontaktet që ishin me Shqipërinë dhe Kosovën. Duhet të dini që destabiliteti i zonës nuk prek vetëm Kosovën dhe Serbinë, por prek gjithë Ballkanin. Do t'ja u them se përse. Sepse në qoftë se Serbia pak apo pak të shkojë ndërmend që të futet në Kosovë, do ngrihet Shqipëria. Dhe në qoftë se ngrihet Shqipëria, ngrihet Turqia, ngrihet Bashkimi Evropian, ngrihen të gjithë pra kundër Serbisë. Dhe në qoftë se ngrihet Serbia, padyshim do ketë pas Rusinë, do ketë pas Kinën. Pra ndahet bota në dy pjesë. Në një vend, në një pikë të vetme, pra në Kosovë. Duhet të dini që Kosova është tepër e rëndësishme. Ndonse për dikë mendohet që Kosova është vetëm një vend kalimtar, e keni gabim. Kosova është thelbësore, jo vetëm sepse është shqiptare, por pikërisht pra për stabilitetin në zonë. Duhet të dini dhe një gjë tjetër. Në vitin 1913 u nda Kosova, sepse e ndan për arsye që nuk dihet. Dhe sot, dhe është luftuar gjatë çatere që në vitin 1912 deri sot. Disa e bëjnë Kosovën edhe vetë shqiptare, e bëjnë Kosovën arabe, ose e bëjnë turke, ose ku ta di unë. Kosova nuk është Kosovë, është Dardani. Dhe Dardania ishte vend më vete, ishte Shqipëri. Shqipëri flisin të gjithë një gjuhë. Pra, Tosk apo Geg flisin të gjithë dhe kuptoheshin mes njëri tjetrit. Pra, duke filluar që sipër, që nga cepi i Dardanis, deri në Maqedoni dhe deri poshtë në Epir, flisin të gjithë shqip. Dhe ky ishte një gabim i madh që bëri Evropa, pra në Londër, që vendosën këto kufit, dhe nga ai moment filluan dhe problemet e tjera. Por duhet të dini edhe diçka tjetër. Unë besoj që këtë e bën qëllimisht, sepse u duhej disave që merren me disa gjëra, u duhej që ai vend të ishte gjithmonë asnjanës. Në fakt, pse Shqipëria ende sot është një vend asnjanës, pra një vend që ti mund të mendosh çfarë duash, mund të bësh çfarë duash, mendojeni pak. Nuk ka një besim fetar të vërtetë siç e kanë bërë shtetet e tjera. Një dhe kaq. Sepse nuk e vendosi kush, ne nuk vendosim asgjë, e vendos dikush tjetër, forcat e mëdha politike të një vendi tjetër. Dhe po thoshja, e njëjta gjë edhe në Kosovë. Po ta shikoni, Kosova, ose më mirë Dardania, është një vend kaq i vogël, por me një gjeografi strategjike, sepse ata që e hoqën pastaj nga ish Jugoslavia, që ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijuan shkak pasojën për të rimarr edhe një herë Kosovën që ta ndanin, por nuk mund t'ja jepnin dot Shqipërisë. Nuk mund t'ja japin dot Shqipërisë. Dhe do t'i them se përse. Si mund t'ja japin Shqipërisë ata kur të gjithë mendojnë që
Shqipëria, në qoftë se mblidhet Shqipëria, janë kokfort. Që prej kohëve të lashta, tregohet që shqiptarët kanë qenë ata që i kanë vendosur si komandant për të zgjidhur problemet. Bile edhe në Amerikë, edhe sot e kësaj dite vendosin shqiptar. Edhe atë që ju thash në Manduro, pra në shtetet e Amerikës Latine, ka shqiptar që bëjnë destabilizimin, sepse janë ashtu e kanë kokën. Dhe këto nuk është se i shpika unë, këto të dhëna i gjeni gjithandej. Pra mundet që ky të jetë problemi që nëse do mbledhin shqiptarët mund të krijojnë probleme të mëdha dhe nuk duan destabilitet, por duan një vend të qetë. Megjithatë, Vučić çfarë po përgatit, sepse nëse ka hapur një fabrikë të re të këtyre kamikazëve të rinj që si i thuhet mushkonjës në gjuhën serbe, më falni, kakmaç, një gjë e tillë. Nuk e di, nuk e mbaj mend, por kështu e ka emrin ky, do i lutesha juve nga Kosova. Si quhet droni i parë i prodhuar në Serbi. Pra droni i parë i prodhuar në Serbi që e quajnë si mushkonjë, një gjë e tillë. Megjithatë, duhet të dini diçka, siç po thoshë, jo se i di të gjitha, absolutisht nuk di asgjë, por aq sa kam mësuar dhe sa kam studiuar, që Amerikës në fundit nuk i intereson shumë dependenca e Kosovës si Kosovë, por i intereson shumë për stabilitetin në zonë. Kështu që nëse dikush mendon që Serbia mund t'i vinë ndërmend që të organizojë diçka kundrejt Kosovës, të mbani mend që do të jetë fundi. Mbajeni mend, aty ku ka filluar lufta, pra ku filloi në kohët e atërshme të lashta, që përpara romakëve, pra në tërë shqiptare, aty mund të fillojë dhe sot lufta e tretë botërore. Pikërisht në tërë shqiptare, sepse lufta fillon në një vend asnjanës, nuk fillon në një vend që është demokrat, që kanë të gjithë të njëjtin mendim, qoftë besimit fetar, por qoftë edhe të politikës. Vireni rekt. Këto e tregojnë treguesit e të gjitha viteve të historisë. Dhe po thoshja, në këtë sipërmarrje të re që po bën Serbia, për mendimin tim e bën vetëm për të friksuar gjoja ose për të treguar dhëmët të tjerëve që ata janë në gjendje që mund të luftojnë. Si duhet tani Serbisë të ndërtoj, duke filluar që thash që nga janari, të ndërtoj një fabrik që krijon drone. Përse? Për çfarë arsye do i duhen? Me një fjalë, nuk i duhen për vete, për mendimin tim, por i duhen për tjerët. Po sikur me të vërtet të ketë qenë Irani ai që ka investuar, ose Rusia që ka investuar për fabrikën e droneve në një vend si Serbia, sepse nuk mund ta bënte diku tjetër, do ta bënte në Serbi, për të treguar forcën në radhë parë, për të patur frikë vendet e tjera, por njëkohësisht edhe për të qenë të gatshëm që nesër të jenë më afër ose më pranë konflikteve. Dhe nga aty kanë si mund të quhet atë skuzën, pretekstin që i dërgoi Serbia dhe jo Rusia. Nuk e dim kuptoni apo jo. Pra, për ata që nuk e kuptuan, në thelb Amerika mundet që të ketë marrë këto informacione ashtu si shton edhe këto gojdhënat e fundit, të ketë marrë informacione që Serbia diçka po luan, dhe përveç se ka bler drone nga Irani, ato 25.000 drone, por ka marrë dhe të ardhua financiare për ndërtimin e këtyre droneve që Vučić tani kohët e fundit po do që ta inauguroj. Bile me sa kuptova e ka inauguruar, por po pret që të bëj ato kërkesat e para të disa shteteve që kërkojnë drone. Ju çfarë mendimi keni për këtë situatë? Si mendoni për këtë situatën mes Kosovës dhe Serbisë? Mendoni se mund të hapet diçka dhe nëse hapet një luftë ose një konflikt, çfarë ndodh me Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, Malinezi? Sepse pastaj hidhen të gjithë, jemi të gjithë aleat tashmë. Nuk e di e dini apo jo. Por tashmë që të katër jemi aleat. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj. Kalofshi bukur.